Sajrore, komandant Kuli, koronel drejtuesi i bazës. Këtu jemi në zonën e fazës së dytë të zhvillimit të bazës sajrore të Kuçovës, pasi u inaugurua dhe me mbështetjen e NATO-s. Puna ka vijuar në fakt për ndërtimin e objekteve të reja dhe aktualisht gjendemi në zonën e fortifikuar të depove të municionit, armatimit, raketave dhe bombave drejtuese të aviacionit, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bombat drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz, në zbatimet dhe të marrëveshjes me aleatin turk, nën koloneli Buçka. Nën koloneli drejton dhe skuadriljen e dronëve. Është depojon e armatimit të mjeteve para pilot, sistemet të B2, gjithashtu kemi dhe sistemet e reja, të cilët janë në kohë të fundit. Nga qeveria turke, këto janë raketat të drejtuara të cilat vendosen në sistemet të B2, nëse një sistem avionit të B2 mban disa 4 në këto rakete, janë raketa drejtuara me lazer me precizon shumë të lartë. Pesha është 23 kg. Janë për goditjen e objektivave topsor dhe detar.